Mbas hapësirës së parë publicitare jemi drejt për së drejti me një tjetër aktualitet. Mbrëmjen e kaluar në Shkodër është rrahur kolegu ynë Ervin Dushi. Ne kemi pasur mundësi që Ervinin ta kishim drejt për së drejti nga Suedia gati një vit e gjys më parë, kur kemi trajtuar historinë e një voglushe që prodhoi me sa duket edhe reagimin e komunitetit në Suedi për deportimin e saj, ndërkohë që gjyshja dhe nëna kanë qenë ekskluzivisht në studion e emisionit Me Zemër Tapur, por ndërkohë Ervin Dushin e kemi ndjekur edhe verën e kaluar nga ndërtimet pa leje në Theth. Ndjekim fillimisht materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur, Anila Akmataj. Ervin Dushi ka folur ditën e djeshme, duhet ishte i pranishëm edhe sot, pak minuta përpara se të hynim në transmetim të drejtë për drejtë. Ai thotë që gjendja shëndetësore e tij është përkeqësuar së fundmi, e ka të pamundur të flasim. Unë shpresoj që ditën e nesërme të jemi përsëri me Ervinin siç kemi bërë gjithmonë në bashkëpunimet tona. Fillimisht materiali dhe do ndjekim çfarë ka thënë Ervini mbrëmjen e kaluar. Materiali. Gazetari Ervin Dushi ka denoncuar se është dënuar mbrëmjen e djeshme rreth orës 20 nga disa persona në Shkodër. Sipas deklarimeve të tij, autori i dhunës ka qenë shtetasi Prek Gjoni, së bashku me disa persona të tjerë që ndodheshin me të. Gjoni njihet si pronari i rrjetit të marketeve Xhedis. Dushi pretendon se ngjarja lidhet me një denoncim të bërë prej tij disa kohë më parë në mbështetje të një punojëse të marketit, e cila kishte pasur një mosmarrveshje me pronarin e kompanisë. Pas incidentit, gazetari ka bërë kallëzim në policinë e Shkodrës dhe është shprehur se do ta ndjekë çështjen në rrugë institucionale. Ditën e sotme ka vendosur të rrëfejë momentet e dhunës. Ndiqni rrëfimin. Ashtu si që bëra me dije, Ervin Dushi është përkeqësuar, gjendja e tij shëndetësore, ka pamundur të flasi as me zë dhe as me figurë. Vini ka pretenduar që do të jetë ditën e nesërme në studion e emisionit Me Zemër të Hapur për të folur konkretisht se çfarë ka ndodhur, ndërkohë që kjo histori ka zhvillime të tjera, sepse njoftohem nga regjia që edhe pronari i supermarketit kërkon të bëhet pjesë e emisionit Me Zemër të Hapur. Ndjekim fillimisht çfarë ka thënë mbrëmjen e kaluar Ervin Dushi pasi ka dalë nga policia e Shkodrës. Rreth orës 20 jam taku me pronarin e marketeve Xhedis në Shkodër dhe pretendimi i tij ishte se kishte kërkuar numrin tim personal, telefonin tim, e kishte kërkuar avokati i tij. Pasi pak kohë më parë në një media sociale, rrjet social, kanë publikuar disa video dhe i kanë marrë media të ndryshme, i kanë publikuar ku ai kërcënonte një qytetar. Dhe avokati i tij, me pretendimi ishte që avokati i tij kishte kërkuar takim me mua për të diskutuar se çfarë faktesh kemi lidhur me këtë kërcënim. U paraqita në një mënyrë miqësore, pasi ja kam pak kohë më parë kam pirë një kafe me zotërinë dhe u paraqita krejt i pa vetëdijshëm, i pa mbrojtër, asnjë gjë, nuk prisja goditjen. Dhe ky është rezultati i takimit me pronarin e marketeve Xhedis, Prek Gjoni. Ishte veti katërti, ku 3 nga ata u involvuan në goditjen time. Personi i katërt u mundu të ndante, të largonte dhe u mundu të merrte në lokalin e tij të ndihmonte. Të 3 nga ata persona kanë goditur në mënyrë të pamëshirshme. E gjithë goditja erdhi si rezultat, si shkak i detyrës, i punës si gazetar, sepse unë me profesion jam gazetar, i lirë, si në Suedi, ku banoj, edhe në Shqipëri. Tha diçka përpara apo direkt goditi? Përveç një shamje, asnjë fjalë më tepër. Përveç një shamje që më ka bë, asnjë fjalë më tepër. Dhe unë nuk e prisja, isha komplet i paprigatitur për këtë goditje, shkojnë në mënyrë komplet pasore, dhe sepse nuk e prisja. Si që thash më herët, unë kam pi kafe me të dhe nuk më ka shpreh që ka ndonjë armiqësi me mua, ka ndonjë hatërmbetje me mua. Ditën e sotme kam publikuar një video ku thotë që ka ushqime të skaduara në Shkodër. Një rrjet marketesh ka ushqime të skaduara. Këtë video kam publikuar në rrjetet e mia sociale,
si gazetar i lirë që jam, kam publikuar në rrjetet e mia sociale, ku nuk pretendoj të jap në asnjë media apo të bëhem pjesë, thjesht për ushtoj detyrën time si i lirë dhe e gjithë ajo që nuk du të theksoj apo nuk di që të ketë në kush informacion që bëjmë fjalë për dhe. Pra nuk është diçka që ai ishte involvuar drejt për drejt. Pra ajo video nuk lidhej me Nuk ka një emër, nuk ka asnjë gjë. Nuk ka një emër, nuk ka asnjë gjë ajo video. Është thjesht e verifikueshme, është komplet thjesht e verifikueshme, lehtë verifikueshme ku shifet se nuk ka një emër, nuk i drejtohem kujt me emër. Dhe nuk e di nëse ati i ka personit fjalë, i ka djegur duke qenë i vetëdijshëm për çfarë tregton. Pasi të kryej procedurat me policinë, e gjitha që kam me mjeku ligjor, e gjitha patjetër që do ta publikoj atë video, sepse bëhet fjalë për një rrjet marketesh ku po helmon popullin shkodran dhe kjo goditje sonte është një mënyrë për të na bërë të heshtim. Po kam marrë përsipër një detyrë, të jem gazetar, të jem i lirë dhe mos shantazhohem, edhe pse dhunohem, do i dalë në kry, do i shkoj deri në fund gjitha këtyre abuzimeve, sepse si unë, edhe gjithë ne kemi fëmijë, kemi familje dhe nuk është e drejtë që bëhet fjalë për ushqimin, nuk bëhet fjalë për gjana të vogla. Për ushqimin që gjithë ne konsumojmë. Do ja lësh drejtësisë si ngjarje, pra ke denoncu? Absolutisht, sapo kam bërë një denoncim, këtu ndodhemi para policisë, kam bërë një denoncim ku përmendi emrin e tij, përmendi gjithë historinë dhe vazhdimin e videos sapo përmendet, do ja lë AKU-s dhe organeve përkatëse pastaj për më tepër. Produktet skaduara dhe marrëdhënie jo të mirë me punonjësit, të paktën këto ishin pretendimet e kolegut Ervin Dushi, ndërkohë që unë e paralajmërova ka kërkuar ndërhyrjen e drejt për drejt ekskluzivisht edhe zoti Prel, pronari supermarketeve Xhetis, për të kuptuar se çfarë ka ndodhur mbrëmjen e kaluar. Ndërkohë e përshëndes zoti Prel, përshëndetje. Përshëndetje. Në radhë parë falenderoj që kërkuat jeni pjesë e emisionit Me Zemër të Hapur. Çfarë ka ndodhur mbrëmjen e kaluar me ju dhe me kolegun ton Ervin Dushi? Zoti Prel, më dëgjon? Po. Me shkputje. Mund ta rregulloj regjia në këto momente? Po. Atëherë, çfarë ka ndodhur mbrëmjen e kaluar midis jush edhe Dushit? Atëherë na mbrëmjen e kaluar, unë do ta shpjegoj siç është realiteti. Po. Unë kam shumë gjana përpara me tregu, po tregojmë mbrëmjes së jena. Po. Ky Ervin Vini ja kam mësuar në për të rrjetet se unë nuk e njeh as nuk e di. Po. Vini ka 24 orë që më ka shantazhu në TikTok. Rrjetin e supermarketeve Xhetis nuk e ka përmend me emër, po nga data parmrami, do të thonë nga parmrami ka telefonuar një kushtëtimin, edhe i ka thënë që du me më taku, ty më shantazhu mu, edhe gjithë ditën djesë që do të publikoj gjanat skadume që i helmojnë qytetarët e Shkodrës. Po. Na nuk e dimi këtë gjanë, na punojmë, na kena shumë vite si punojmë këtë biznes, na jena shumë korrekt, ka institucione shtetënore që i marrin me këtë punë, jena të gatshëm për këtë punë, edhe unë që dje që e mora vesh këtë gjanë, unë kam lajmëru institucionin shtetënor policisë, e kam lajmëru që ishtu ashtu i vepru edhe nuk është normale i kje gjanë si ashtu i ban. Kam lajmëru edhe institucion në AKU-s që një këtë veprim dojnë me ba, dojnë ashtu në shantazhu. Nuk ka lidhje me skadenca as mas i gjanë botë që ato daj. Edhe rrëthorës, mësu ka bosha ka ora 7:30 disa, ka ndalu të puna jemë edhe ka taku një shoktimin edhe i ka thonë që i ka dhënë numrin e telefonit dhe i ka thënë që më shujtë më marrën në telefon. Edhe më lajmëroi mua, mora në telefon, po prap këtë i dalë në TikTok live që ja kam marrë pronari i Xhetisit, edhe e la me mu taku para marketit, shkova aty mu taku me ta, unë jam kanë vetëm, unë nuk e di që a thot ajo, nuk e kuptoj se kuj ka gjeta atë njerëz. Unë jam kanë vetëm, ka ardhëm, ka taku aty, jena nesh ball për ball.
ma shtafru, unë i kam thënë një diçka, i kam thënë, zotni, çfarë problemit ke me mu, si nuk më lënë me lejnë punë teme, çfarë borxhit kam unë, si jeti vepru në këtë formë. Edhe ai mu afru mua dhe më shtyni, mu afru edhe më shtyni mu. Unë nuk maj mend që kam goditun, aja është rëzu, edhe është bra kur arëzu. Unë nuk e maj mend se kam godit, as nuk ekziston aja që thotaj, as nuk ekziston kush janë 4 vetë që kanë kanë, po e di se kanë kanë të njerëz nuk maj mend me të vërtet se jam kanë pak si shqetsu jam kanë, me të thanë vërtetën, se më shqetësën nërgjezja jeme, sepse jana shumë të nërgjeshëm, jana shumë të saktë. Nuk ka shansë në aja që thotaj, nuk janë vërteta, po ka gjithë ditën e që në gjithë ty më shantazhu mu edhe ashtë në rrjet TikTok. Zoti Prel, a i deklaron që kanë nxjerrë vërtet një video, por nuk është drejtuar me emër. Pse ju ka djegur, thot në deklaratën që ti e ndoqe pak më përpara? Pra, pse bëhet fjalë për ty? Ka kërku me më taku mu, që përmramje e mu? Në përmjet kujti, vërteton ti që vetë Ervin Dushi... Po, e kena me mesazhe, e kena shkru me mesazhe. Pra, është ai që kërkon t'ju takoj juve? Po. Dje, jeni takuar rreth orës 19:30 rastësisht tek ti dhe Ervin Dushi, apo? Jo rastisht, më ka kërku këshim me lajmëron, me marrën telefon, e kam marrën telefon edhe kam taku. I vërteton të gjitha këto fjalët që po thuan transmetim? Po, i vërteton. Pra, nuk ka qenë avokati juaj që ka kërkuar me Ervin Dushin një takim? Jo, e kanë marrë avokatin tim Nuë Pietra, e kanë marrë në telefon edhe i kanë thënë që i kena nevoj me taku edhe me apagu gjitha detyrimet, sepse kjo ka vazhdu që tani ta tregoj taman. Jo, ndalojmë pak ke incidenti djeshëm, pastaj dalim se ju pas keni pasur edhe konflikte ose inate ose procese të më përparshme. Tani, Zoti Prel, për të qenë transparente me ju dhe me publikun, kush e ka dandisi Ervin Dushin kështu? Shikojmë buzë të qarë, ballë të qarë, tani ju keni goditur, keni ngritur dorë? Jo, nuk e kam goditur, ashtë rëzu, nuk e kam goditur, ashtë rëzu. Ta harrojnë, as nuk i kam ra, as nuk e ashtu, unë e kam shty. A ka kamera siguria aty ku ju keni qënë? Nuk e di, unë për A ku jeni takuar, në çfarë vende? A jeni takuar përballë supermarketit? Supermarketi ka kamera? Përballë supermarketit tim, edhe unë jam i gatshëm në çdo institucion shtetënor, policie, kush dojnë, jam i gatshëm me dhanë çdo provë që kam, çdo kamerë që kam. Nuk e diskutoj fare këtë punë, edhe jam nuk ka në Shqipëri njëri ma të nërshëm se mu për këtë gjanë. A shkuat në polici, Zoti Prel, sepse e patë ngjarja mori një jeon të jashtëzakonshme mbrëmjen e kaluar. Ti vajte për të ballafaquar të paktën me Ervinin në polici. Unë nuk më ka thirrë kush mu me shku në polici. Po ti e pe lajmin që qarkullonte që një gazetar është dënuar nga 4 persona? Aja është i ban vete, Gjana, i ban me qëllim. Ashtë ka ban vete, ka damtu vetin me qëllim, ta garantojmë. A ka produkte të skaduara në supermarketin tuaj? A keti sjellje jo korrekte ndaj punonjësve? Nuk ekziston. Antania, po më lënë të lutëm një minutë të shpjegoj ta manë këtë gjë? Po? A të vazhdoj? Po, vazhdoj, po ju dëgjojmë. Me datën 19 prill, një Jurgen Pepaj, me emrin Jurgen Pepaj, ka dalë të Jeta Sheft me video edhe me figurë të mlume të Jeta Sheft edhe ka folë për pranarën e supermarketit Gjetis, për mu, edhe ka thënë që unë dhënoj kontorët, unë nuk ju maj rogat, unë do gjana është i largoj punëtorët prej punën nëse nuk blenë të supermarketi jem, ka denoncu njënin ashtë në burg të i vujt denimin për tentativë vrasjet, edhe unë kur e mora këtë lajmë, nga gruja jam e mora vesh se ma qëj se ishtu, unë i të gjana nuk egzistojnë as edhe një prej të nësh. Këtë djali, nanën e ti unë e kam pasë në punë, ka punu për disa vitet e unë, arrit me bukën tonë. Nuk egziston aja që thotaj, këtë nanën e ti na kena zonë disa herë, ty na vilë, e nuk e kena dekleru, e kena largu prej punët, sepse e kena zonë ty na vilë. Edhe e kam largu prej punët, nuk kena marrë me ta, se ka pas 2 jetima. Rushe vëqina e ka emnin e ama. Masanena, i vajti në 2025, kam disa video si e kam zonë në marketin tem ty në vilë, si klient. I kam denoncu tënën e prokurori.
Po? Unë i të gjana që thot ai nuk ekzistojnë. Unë kam shku edhe ky djali, Jurgen Pepa, i ka kërcënu djalin tem në emër të një fisit të në Shkodër, me adres një fisit që nuk ekzistojnë ato punë që apë me nënaj, po i ka kërcënu djalin tem se dhe të hedhi nërë me cilë që keni me familje, me shpi, me markete, me çdo gjë. Edhe i kam tënë me prova këta, nuk janë pa prova. Edhe të nesërmen, Ervini ka dalë, ty e mrojt shumë mirë ka ba, po nuk ekziston as një provë. Nëse ka prova, i 100 vjetë burg du me mdenu mu. E qartë. Nëse ka prova. Po, ndërkohë, Zoti Prel, ndërkohë që ne flasim së bashku se prandaj jemi televizioni më i madh informativ në vend, sepse reagoni ju, por reagon dhe Ervin Dushi drejt për së drejti dhe ai tregon xhaketën që ka pasur dje në një emision live, ndërkohë që xhaketa është totalisht e shqyer. Pra, çfarë mund të më thoni përveç goditjeve që ti thua është rrëzimi i Ervin Dushit, por xhaketën kush ja ka ta ndisi Ervin Dushit ashtu? Unë dhe ta garantojmë se dhe ta kenë ba vetë, ose një të nërë si nga kanë himë në nda, sepse unë nuk e di të ashtë nuk i majnë menë sincerisht. Mu me mjoftë një zhjetë kush në dhe da gjenja, se kush ka kënë atë persona që dhe të se unë kam mikje, nuk kam në vendxarje, dakor? Pra, ju keni pasur mëri edhe më përpara duke përmendur nënën e Ervinit, vllajën e Ervinit, persona të cilët kanë dalë në media. Në ato moment, jo, unë si kam përmenë kur, vetëm në ato momentet nervozizmin nuk tizha që kam banë, nuk ja pasi... Jo, ju po i shpjegoni këto në transmitimin ton live, dhe të gjithë këta njerëz kanë të drejtë të mbrohen. Prandaj po ju them. Po. Shumë bukur, kanë drejtë shumë, për në lidhje ky ka dalë të mbrojt këtë qunin, shumë mirë ka banë që ka dalë me mbrojt, jashtëzakonisht shumë mirë. Prokuroria nuk ka reagu dhe në sot ala qysh me datën 19 prillit dhe nësot nuk ka reagu për kërcënimet që kam marrë nga ata onë. Po? I keni të vërtetuara, Zoti Prel, këto kërcënime që keni marrë? Po, i kam deklaru të në prokurori, në polici. E kuptoj. Megjithatë, përsa i përket akuzave të rënda për familjarët e Dushit, por edhe për vetë Vinin, kolegun ton. Kam lidhje fare me ta, nuk jam prej atë, nuk jam person një gjë, unë baj 20 orë punë, 24 orë 4, gjume 20 orë punë, nuk kam lidhje unë me atë punë, nuk jam në prej atë nësht. Unë shikej punën teme, unë jam i hapën, nëse zotënëria, ka gjamë, bethan, titurët, shkojnë në polici, në prokurori, ku dojnë, po jam më shantazhu mu e familjen teme e punën që i bajun... Zoti Prel, mbrëmjen e kaluar rreth orës 19:30, sa zgjati ballafaqimi juaj? Pra ti nuk ke goditur në asnjë mënyrë. Nuk ka zgjat, ka zgjat punë 5 minuta. Shiko, vini në deklaratën e tij përpara ambienteve të komisariatit të Shkodrës, deklaron që ju e keni goditur pas një lloj përballje midis jush. Ka pasur përballje verbale fillimisht? Çfarë keni shkëmbyer me njëri tjetrin? Kur jena takue, mashtë afrue, edhe i thash, zotni, çfarë borxhit kam si jeti i vepru në këtë formë me mu? E godite? Urna? E godite? A dhe njërë? E keni goditur? Jo, motër, nuk e kam goditur. Më ka pështynë a i mu, ma shtë afru më ka pështynë, edhe e kam shtynë me dur, e kam shtynë, nuk e kam godit, e kam shtynë. Edhe masa ne abzuaj. Pa a ishit përballë njëri tjetrit? Po, përballë njëri tjetrit ishim. Po kur e shtyn dikë që ke përballë dhe jo me kurriz atëre. Unë nuk e majnë men se kam Zoti Prel, në qoftë se keni qenë përballë njëri tjetrit, në qoftë se e shtyn një person dhe ai rrëzohet, atëherë dëmtime do t'i kishte pas. Ai dëmtimet i ka përpara në ballë dhe në buzë. Edhe në vende tjera dhe një xhaketë të shqyer. 99% i ka ban vetë ato motër, sepse aja është i modeli tillë, ke ka një modeli tillë si i ban vetë, edhe deshta të thëma një diçka, ditën që më ka gjirë vidjet që ka delë me mbrojtë atë qunin, nesmen, ka ardhën ka taku mu, të lokali jem, edhe kena pi një kafe me ta. Edhe më thote mu tani, unë e kam ba për klikime këtë gjamë, thote mu, edhe unë po pres fjallën tane, atë vazhdoj, o mos vazhdoj. Ti thash me vazhdu punën tane, ke punën tane, unë 99% ishte ty më kërku, mu ka desh me më në gjobë kjo zotëria.
ky ka kërku me mënu gjobë, mu të më shantazhu edhe nëse nuk ka njëri në botë që e logjikoni këtë gjanë, sepse që djelë mëgjes, ty shantazhu edhe për para, edhe ty më thanë mu ashtu, ty më thanë mu atë vazhdoj, ma të vazhdoj, që të me thanë ma të mabet. Unë i kam thanë me vazhdu, nëse kje prova me vazhdu punën tane i e shumë në rrugë. Por të garantojmë që nuk ka asë një provë, edhe mu më ka shtetsu shumë, sepse dhe me më prish imazhin tëmë, dhe me më prish imazhin e punë si kena nërtu, na kena nërtu një rrjetë supermarketesh më të madhe në veri me mëngjetis, edhe puna jo ka shku shumë mirë dhe unë jam shumë krenar për punën që bojmë dhe të vazhdojnë me shku mirë. Të që me në naje që thot ajo nuk janë vërteta, janë pa vërteta. Arzu, ka dëmë tu vetin e që ka bojnë, dinaj se ka bojnë aty bojnë për klikime të punaj. Megjithatë të doja nga regjia të më tregonte pak edhe foton që kam nisur pak minuta më parë të xhaketës Ervinit, me të cilin shumë mirë mund të kaloni në YouTube dhe të ndiqni emisioni ku ai ka qenë live ditën e dieshme me të njëjtën uniform dhe ai pretendon në fakt që xhaketa është shqyer pikërisht nga sulmi që ka psuar mbrëmjen e kaluar. Mirë, do vazhdojmë që ndrojmë zoti Prel, derisa regjia të bëj gati edhe nxjerrjen e kësaj xhakete. Në kohë reale po më shkruan në fakt edhe Ervin Dushi, i cili thot edhe për çështjen e xhaketës dhe këmbgul që ne ta pasqyrojmë. Ndjekim hapësirën e dytë publicitare, mos u largo zoti Prel, rikthehemi shumë shpejt. Mbas hapësirës së dytë publicitare, jemi në pjesën e tretë dhe të fundit, po flasim pikërisht për aktualitetin e mbrëmjes së kaluar në Shkodër dhe në pjesën e dytë kishim edhe ndërhyrjen e menjëhershme të pronarit supermarketeve Gjedis në qytetin e Shkodrës, aty ku disa herë gazetari Ervin Dushi ka bërë investigimet e tij për sa i përket produkteve të skaduara, por edhe marrëdhënies që zoti Prel ka me punonjësit e tij, ndërkohë që zoti Prel ka një tjetër qasje, ai thotë që Ervin Dushin nuk e kam ngarë me dorë mbrëmjen e kaluar, është pak shumë e vështirë për t'u besuar. Zoti Prel, më dëgjon? Po, të dëgjoj. Atëherë, ka pasur edhe persona të tjerë të cilët janë përfshirë ja dhe xhaketa e Ervin Dushit? Po, kanë qenë disa persona kur jena për plasna. Tani, personat e tjere kanë goditur Ervinin dhe çfarë lidhje kanë me ty? Nuk kanë lidhje fare me mu, nuk ka lidhje fare kjo punë. Kanë qenë kalimtar të rastit, shok të tu, klient supermarketi? Unë jam kënë vetëm, e kam taku, po mu më njeftë tanë në Shkodra, mu më njeftë gjithë kush. Mu më fletë gjithë kush ka kalejnë për Shkodra e për rrugë. Zoti Prel, edhe në këto momente që ne flasim, ke shkuar, ke bërë kallëzim në policinë e Shkodrës, si që ka bërë dhe Ervin Dushi? Je pyetur, je marrë në pyetje? Jam të i prit avokatin të më shku me i pa denëncim. Qartë. Me gjitha të komunikata për shtype policisë, Shkodër informacion para prak në ambientet e komisariatit të policisë së Shkodrës është paraqitur shtetasi Ed, gazetari, i cili ka kallëzuar rreth orës 20 është goditur me grushta nga disa shtetas në lagjen Skënderbek pranë supermarketit Gjedis. Menjëherë, pas marrjes së njoftimit, shërbimet e policisë kanë kryer veprimet e para procedurale dhe kanë bërë identifikimin e njërit prej personave, shtetasi PG, që jeni ju, zoti Prel, ndërsa po punohet për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këto konflikt dhe shoqërimin e tyre në komisariatin e policisë Shkodër. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë vijon veprime për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe dokumentimin ligjor të saj. Unë do të mundoj me zjetë se zban ato njerëz që kanë prezent, në më absolute të dëgjaj se kush ka kanë, unë nuk e mojnë mend sepse unë nuk kam kanë me asë një njeri, unë jam kanë vetëm për vetëm. Okej. Më ka kërku, për që më ka kërku, ky me e taku. Shiko, Ervini thot që avokati juaj ka dashur ta takonte, shkova për takuar avokatin, i keni dalë me ti... Jo, ato kanë një gjatë lutëm, avokati jem më ka kërku numrin e ti. Fillimisht, kur i kam bërë denëncim ati idealit tjetër, Rugen Pepaj. Nuk ka lidhje fare që ashtu. Për që më ka kërku, ky mu me më taku, edhe ka ardhe pi kafe me mu, edhe ka ardhe pratë mërën ka kërku me taku, tanë ditën më ka shantazhu dje në për TikTok, ty më shantazhu mu, për që ka kërku të ashtë dytit me më taku muaj mu. Po pa emra, thot personi. Ervini thot pa emra, juve ju ka djegur më pas.
nuk më ka djek mu motër, po mu më ka kërku me më taku tash 2 ditë edhe ka nxjerr. Ai ka ndesh me nu job mu. Mirë, megjithatë, e keni goditur apo jo, ju thoni jo dhe ndërkohë Ervini është rrëzuar, ta dëgjojmë pak po. Realiteti është ky. Jena përballë me një tjetrin. Ka ardhur aty edhe i kam thënë, Ervin, çfarë problemi ke me mua? Pse s'm lën me nën punë time? Ku ke problemin? Më tha, mu afru në shtyrë dhe më shtyni. Më shtyni. Edhe unë e kam shtyni me dur. Nuk ashtë se i kam godita, se i kam rë. Masa ne na kanë ndërhyrë njerëz, nuk majnë mend se ka kanë rëmu, janë kanë 3-4-5 vetë, nuk majnë mend se kanë, por si do t'i zhej se s'ban. Sepse kam për t'i zhej se kanë në market ikun kam me njoft se s'ban, as nuk bëhet fjalë. Mirë do ishte që zërat e tyre të dëgjoheshin në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. T'ja kaloj pak fjalën avokates Sara Demrozi. Sara, kemi ballafaqqimin midis palëve, jemi pa bërë ende 24 orë, shumë pak nga ngjarja e mbrëmjes së kaluar, kemi kallëzimin e Ervinit në media, por edhe në polici, ndërkohë kemi edhe pretendimin e pronarit të supermarketit. Atëherë, këndvështrimi yt para prag dhe më pas për ta mbyllur emisionin e sotëm. Unë nga çfarë kam vëzhguar deri tani, mënyrën se si ngjarja është paraqitur publikisht, ngre shumë pikë pyetje. Që nga këto videot që shohim, këto pamjet e Ervinit përpara policisë, fakti që ky konflikt nuk ka qenë një konflikt i lindur i momentit, por është një konflikt i vazhdueshëm që ka kohë, që është zhvilluar, fakti që Ervin Dushi është denoncuar dhe kallëzuar nga pronari i supermarketit Xhedis. Të gjitha këto janë elemente që na tregojnë që ky konflikt edhe sidomos kjo denoncimi dhe kjo sherrje ndodhur mbrëm është një inskenim publik, një presion publik indirekte për të ndikuar një proces gjyqësor që ka vijuar kundër Ervinit dhe personave të tjerë. Ky rast na tregon shumë qartë se çfarë ka ndodhur. Pra kur një presion të vazhdueshëm edhe mediatik edhe pretendohet se janë treguar të gjitha këto elemente të kallëzimit penal për zotin Ervin, dhe një gjë tjetër, kur zoti Prela që ka treguar vetë që unë e kam larguar atë punëtoren dhe kjo është afruar me inskenimin për të marrë ndihmë kundër një punëtori që është pretenduar se është trajtuar padrejtisht, edhe zoti Prela na tha të kundërtën që kjo punëtori është larguar sepse ka vjedhur. Pra, janë të gjitha këto elementet që kanë vazhduar për një kohë shumë të gjatë. Pra kemi për shkallëzimin e një konflikti të mëparshëm midis detyrës së Ervinit si gazetar edhe zotërisë pronarit të supermarketit. Përshtypja ime në këto momente është që zoti Ervini ka përdorur Ervin Dushin kështu, i cili thotë edhe ditën e sotme nuk mund të flasja. Unë një gjë nuk kuptoj, kur zoti Ervin Dushi ka konflikte me këtë person, pse kërkon vazhdimisht që të takohet? Kush e vërteton këtë gjë, Sara? Sipas tregimit që sapo patëm, zoti Prela sapo foli dhe tha, edhe vini në deklaratën e tij thotë është avokati i palës që tentonte të më takonte dhe unë vajta për të takuar. Sipas Prelës tani kemi një version tjetër ku të lutem, kanë kërku me taku avokatin tënë në Pietrin, edhe i kanë thënë që dhe të paguajmë tëna detyrimet për që ka nëllë, sepse na kanë caktuar datën me datën 3. Jemi të kuptueshëm nga ana juaj, por të lëm ta përfundojë edhe avokatja Sara Demrozi. Sara. Pra, siç sapo e dëgjuat, kur kanë kontaktuar avokatin e zotit Prelgjoni dhe i kanë thënë, hajde mbyllim këtë situatë, këtu çfarë kemi këtu? Nuk kemi një element komplet të palishëm, sepse kemi një gjykim. Kemi një kallëzim që po vazhdon, ka vijuar procesi, edhe ti je në konflikt me këto palët, ti nuk mund t'i bësh presion publike. Ne kemi të plagosur, nuk e dim domethënë se kush e ka rrahur, nuk mund të thuash që... Patjetër, po edhe një gjë tjetër, Ervini edhe mund të ketë shkuar Kastile për qëllimin për të plagosur, edhe për të arritur në këtë gjendje që na tregon kaq bukur në videot e tij që janë... Pra mund të sajuar e gjithë situata, Sara, e gjithë... Unë këtë nuk e them, këtë do ta vërtetojnë organet kompetente. Pra patjetër, por që një person shkon, konfliktohet edhe flet. Unë do t'i kërkoj avokatit tëm që t'i bëjë një kërkesë për me bërë testin e drogës dhe të alkoolit atij zotërisë.
Nise, Ne jemi njerëz punët, na punojmë, na nuk kena në probleme tilla. Shiko, zoti Prel, edhe unë e njoh Ervinin shumë mirë, sepse kam pasur 2 herë të ftuar, një herë me një rast në Suedi, edhe vitin e kaluar ai ka qenë pro banorëve dhe prishjes së palishme në Theth. Në fakt në krye të gjithë banorëve të Thethit. Prandaj nuk mund të themi dot kur krijohet një konflikt midis një gazetari edhe një personi siç jeni ju në rastin konkret, që të thuhet të kërkohet edhe testi i alkoolit apo i drogës, janë të gjitha procedurat që do t'i ndjeki dhe policia dhe prokuroria. Çështja është të dalim në konkluzionin që a duhet rrahur një gazetar, siç është rrahur Ervin Dushi mbrëmjen e kaluar nga ju apo nga persona të tjerë të cilët nga ndërhyrë. Nuk është e vërtetë, ka bërë një gjë tjetër. E ka skenu. Mirë, le t'ja lëm policisë zbardhjen e hetimeve, por dhe prokurorisë. Më fal zoti Prel të përfundoj, lutem. Po. Sara, se s'm ka Kjo është diçka që i përket. Jam i gatshëm për çdo veprim të institucional shtetëror. Okej, faleminderit. Sara, përfundoje. Patjetër, si çdo qytetar i përgjegjshëm, ju do të ndodheni të gatshëm për të vazhduar. Por një gjë tjetër, pra ju that, a mund të bëhet kështu një gazetar? Po pse të përdoret pikërisht pozita e gazetarit për të bërë një presion? Kjo është... Po pra, le t'ja lëmë hetimeve, se kemi njërën parë që sot ka bërë presion, pala tjetër që jam dhunuar në krye detyrës, kështu që unë jam në një pozicion që duhet jem asnjëse, për këtë po them. Kur ja drejtova pyetjen, ja drejtova zotit Prel, i cili thot, unë thjesht e kam shtyr. Ishit ballë për ballë njëri tjetrit i thash, sepse shtyrja nëse je ballë për ballë, dëmtime do ishin nga pjesa e kokës pas edhe nga kurrizi. Ndërkohë që zotria i ka drejt për drejt kolegu im Ervin Dushi. Vetëm për këtë po them. Këtu në këtë rast po përdoret edhe një lloj trysnie publike. Se jam çdo, po, është thjesht një shantazh tjetër. Eksena, si e shikon këtë? Se më duhet të dalë nëse me një fjali. Patjetër, më duket sikur në këtë vend e drejta dhe drejtësia e ka humbur vetë kuptimin e fjalës. Dhe nuk e gjen dot ku fillon e drejta e një individi dhe ku fillon gënjeshtra e një individi. Pra e gjithë kjo, pra shkosa është një konflikt i cili ka baza të forta, një krah është punonjësi dhe një krah është një biznes apo një cilësi ushqimi, që është një çështje shumë thelbësore, dhe nga një anë tjetër është një, po themi, gazetar i cili përpiqet të mbrohet ose të mbrojë dhe mund të përdoret. Pra të dyja këto gjëra skenare ekzistojnë në Shqipëri dhe pra të dyja skenaret janë të ekzistueshme, të pranueshme, tani i mbetet policisë dhe prokurorisë të zbardhi ngjarjen shumë të rëndë sido që tjetë. Ju falenderoj të dyjave për prezencën në këtë studio, i them Ervin Dushit e pres ditën e nesërme siç ka deklaruar në studion e emisionit Me zemër të hapur në një lidhje të drejtë për drejtë nga Shkodra dhe shërim sa më shpejt. Zoti Prel, po. Ka ndalë titra atë? Po. Na tregojnë Ervini kush e ka shtin me bajnë këtë punë, edhe Ervini si thot nuk jam mirë meshnet, gjithë natën ka kënë në TikTok, mram, ai shumë mira meshnet, ai nuk ka si gja, vetëm në pas damtu vetin, se absolutisht nuk është damtu prej nesha sa prej. Jena shty, as ka kënë ka abzu për tokë, na kanë hy, na kanë do. As nuk e kam godit, as ka lidhja e punë. Tana që ashtu i ba me qëllim për me na uli mashin neve. Falemderit zoti Prel që të kisha drejt për së drejti, falemderit për ndërhyrjen tënde, shpresoj që policia dhe prokuroria ta zbardhin ngjarjen e rëndë, bashkë ndajmi këtu të nderuar miq, takojmë nesër në mesditë, deri atëherë miru takofshim.